Për të gjithë ju hejtera që më thoni që i ke gjërat fake, unë ju a tregoj me fakte, jo me llafe. Sot kemi një super unboxing për të bërë çantën time të ëndrave, që në fund është e imja. Është një çantë ikonike e firmës Hermes, nuk e di, besoj disa për ju do e kenë gjetur se çfarë kam bler. Para se t'ju tregoj çantën, do ju tregoj dokumentat e çantës dhe faturën mundësisht të vitit kur është bler çanta. Të gjitha janë këtu, por nuk mundem do të tregoj më shumë detaje. Direkte fatura nga Hermesi. Momenti shumë pritur dhe çanta më e shtrenjtë që kam në koleksion. Mendoj do jetë një super investim. Kjo është çanta ime më e re, Birkin 25 në këtë lëkurën Swift në ngjyrë roz. Kam sot një rast, mendova ta vesh sot për herë të parë. Normalisht që çanta është e re, ka akoma ngjitset në hardware dhe tani t'ja heq këtë pjesën tjetër. Okej, edhe këtu brenda ka këto plastikët që duhet t'ja heqim. I love it, I love it, I love it. Këtu ka edhe dryrin. Okej, e vendosa edhe dryrin tek çanta dhe po jam shumë kënaqur për veten time që arrita ta blej këtë çantë me lekët e mia. Tani jemi gati për tek eventi që kemi sot. Jemi veshur kështu dhe i kem, bëjmë ca foto të bukura.